unë sipas një parashikimi tim të cilën e analizoj me lëvizjet e fundit, besoj se formimi i shumicës së re parlamentare besoj se do ta mbrijë numrin 80. Edhe pse do të thoni je shumë optimist, unë jam optimist për arsye se vitin e kaluar ka qenë një pesimizëm i përgjithshëm, sidomos te kampusi shqiptar dhe etni tjera se mund të bëhet diçka, për arsye se ishte krijuar një mit se Ali Ahmeti ishte i pazëvendësueshëm, vetëm ai mund të na mbrojë interesat, vetëm ai mund të bëjë politika për shqiptarë. Vetëm BDI-ja i mbron interesat e shqiptarëve kështu me radhë. Në këtë vitin e fundit ne shohim se përveç propagandës, përveç propagandës që është zhvilluar nga qarqe individ caktuar, të cilët natyrisht i shërbejnë një kauze e cila 20 vite ka dështuar në skenën politike, përveç propagandës në realitet nuk ka asnjë bazë